Opozita mban sot pasdite në bulevardin dëshmorët e kombit protestën e saj kombëtare ku ka parlemëruar se populli do t'i bëjë gjyqin kryeministit Rama për garantimin e sigurisë. Policia ka angazhuar një numër rekord për 1350 efektivësh. Mbyllen pa përparim bisedimet e para, ballë për ballë, të ndërmjetësuara nga amerikanët mes Ukrainës dhe Rusisë në Abu Dhabi. Në të njëjtën ditë, rusët lanë të ngrinë së ftohtë 1.2 milion ukrainas duke goditur sistemin e energjisë së Ukrainës. Infrastruktura, energjia, turizmi dhe teknologjia shihen si sektor me potencial të madh për thithjen e investimeve në vendin tonë. Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se informaliteti dhe konkurenca e pabarabartë mbeten sfida që kërkojnë zgjidhje. Instituti i Gjeoshkencës parashikon për këtë fundjavë rreshje me intensitet të lartë dhe me shtrëngata, ndërsa për tre qarqe e parlemëron probleme. Ndërkohë në Vlorë për shkak të erës së fortë është pezulluar lundrimi i anijeve deri më 26 janar. Sëmundjet ishemike apo sulmet në zemër po vrasin gjithmonë më shumë njerëz edhe në vendin tonë. Qarqet me incidencën më të lartë të këtyre sëmundjeve mban Lezhë dhe Berati, ndërsa burrat janë 2 fish më të prekur prej tyre se sa gratë. Studentët dhe vajza kanë rezultate më të mira në mësime se sa djemt. Një raport i Qendrës së Shërbimeve Arsimore evidenton se ato kanë mesataren më të lartë, ndërsa ekselentët përbëjnë rreth 8.7% të numrit total të studentëve të regjistruar. Më 26 janar, kamionët do të bllokojnë pikat kufitare në Serbi, Maltë, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë në shenjë proteste për vështirësitë që ka krijuar sistemi i ri i hyrje-daljes në BE. Protesta do të prek edhe pikat e kalimit kufitar me Shqipërinë. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i orës 15:30 në televizionin Klan. Opozita mban sot pasdite në bulevardin dëshmorët e kombit protestën kombëtare me moton Poshtë Edi Rama. Për të mësuar më shumë rreth kësaj proteste do të kemi në këtë momente një lidhje të drejtë për drejtë me gazetaren ton Joldis Shuaipi. Juna të përshëndes, cili është skenari i protestës së ditës së sotme dhe çfarë kërkon opozita përmes saj? Iva, opozita të zbresë në bulevardin dëshmorët e kombit në orën 17 për të kërkuar largimin e qeverisë dhe kryeministrit Rama, si dhe krimin e një qeverie teknike, e cila, sipas Partisë Demokratike dhe partive tjera opozitare, do të mundësoj mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Kjo protestë e ditës sotme është cilësuar si një protestë paqësore nga ana e liderit të kësaj force politike, e cila nuk përjashton në fakt, pavarësisht se është cilësuar si e tillë, nuk përjashton edhe përplasjen mes mbështetësve të Partisë Demokratike, protestuesve dhe efektive të policisë. Do t'jetë një protestë e ngjashme, le të themi, në përbërjen numerike të saj me ato të 22 dhjetorit, pasi është protesta e dytë kombëtare, pas asaj të zhvilluar një vit më parë dhe e para për këtë vit, për vitin 2026. Demokratët do të synojnë që të shkojnë drejt një masiviteti sa më të madh, edhe vetë zoti Berisha në një thirrje në rrjetet sociale i ka ftuar qytetarët shqiptar që të ketë masivitet në protestën e ditës së sotme, që sikundër unë e thash do të jetë paqësore, por nuk përjashtohen të gjitha le të themi përplasjet me efektivët e policisë si dhe hedhja e lëndëve piroteknike. Një skenar ky relativisht i ngjashëm me atë të protestës kombëtare të zhvilluar vitin e kaluar. Është vendosur një foltore në bulevardin dëshmorët e kombit, ku do të ketë disa fjalime politike. Kemi arritur të mësojmë që do të ngjiten 5 folës, e ku të gjithë peshën e ligjërimit politik do ta mbajë Sali Berisha dhe do të kulmojë në fakt me fjalën e zotit Berisha. Por ajo që mbetet për të parë është nëse kjo protestë sotme do të i ketë të njëjtin itinerar lëvizje sikundër PAM edhe në ato të 22 dhjetorit, ku pasi u mbyll në bulevardin dëshmorët e kombit, zoti Berisha i shoqëruar nga disa prej deputetëve të Partisë Demokratike lëvizje drejt Ministrisë së Brendshme, pas drejt Parlamentit, dhe ku stacioni i fundit ishte Selia Blu, ku mbajti edhe fjalën për mbyllse të gjithë tubimit të protestës së parë kombëtare që u zhvillua një vit më parë. Por Juna, do të jetë një protestë e vazhdueshme apo do të mbyllet sot?
Ne kemi arritur të mësojmë që kjo protestë e sotme, e cila nis rreth orës 17 pasdites, nuk do të zgjasë më shumë se sa ajo e 22 dhjetorit, 2 orë gjys deri në 3 orë, të paktën nga ana e organizatorëve kështu na shton. Do të jetë një protestë do të nisë dhe do të përfundojë gjatë ditës sotme, por që do shoqërohet nga protestat të tjera. Nuk do të kemi një çadër të vendosur në bulevardin Dëshmorët e Kombit as ngujim të deputetëve të Partisë Demokratike, duke marrë në konsideratë edhe faktin që zotit Berisha do t'i duhet gjatë ditës së nesërme të udhtojë drejt Strasburgut për një takim që ka me Partitë Popullore Europiane. Qartë Juna, të falenderoj për gjitha informacionet që përcollen në studio, por ndërkohë policia ka hartuar një plan masash për të garantuar mbarvajtjen e protestës së ditës së sotme. Me këtë plan na jeni në këtë moment e gazetari Besar Baraktari. Besar, të përshëndes, çfarë përmban ky plan masash? Po Iva, janë 1350 punonjës dhe policistë cilët janë të angazhuar për mbarvajtjen e kësaj proteste, përveç punonjësve të policisë së kryeqytetit, të 7 komisariateve, të drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, janë angazhuar edhe strukturat e tjera si forcat e sigurisë kombëtare të reparteve të Shkodrës, të Fierit dhe po ashtu edhe të Vlorës, ndërsa ka nisur me një bllokim të rrugës pak momente më parë, rreth 30 minuta më parë, nga ana e policisë të bulevardit Dëshmorët e Kombit, po ashtu ka disa rrugë të tjera që janë në afërsi të kryeministrisë, të cilat do të jenë të pakalueshme nga ana e drejtuesve të automjeteve. Policia deklaron që deri në përfundim të tubimit nuk do të lejohet të kalojnë, do të qëndrojnë të bllokuara. Megjithatë, në rast se do ketë spostim të protestuesve, patjetër do të ketë edhe bllokim të përkohshëm edhe të segmenteve të tjera. Policia nga ana tjetër ka vendosur një perimetër sigurie ashtu si edhe në protestet të tjera ku do të vendoset një kordon policie. Megjithatë, edhe automjetet e forcat e tjera do të qëndrojnë në pjesën anësore dhe në pjesën e pasme të kryeministrisë në rast se do të jetë e nevojshme ndërhyrja e tyre. Megjithatë, është kërkuar ndihmë edhe nga shërbimi i Zarfikës, nisur nga situata e protestës së shkuar të 22 dhjetorit, ku pati edhe hedhjen e molotovëve. Qartë Besar, të falenderoj për raportimin tënd, ndërkohë ne do të ecim më tej me të tjera zhvillime. Janë përmbyllur bisedimet e para ballë për ballë të ndërmjetësuara nga amerikanët mes Ukrainës, Rusisë në Abu Dhabi. Ndjekim kronikën për më shumë. Pentagoni ka hartuar strategjinë e re të mbrojtjes kombëtare, ku parashikohet kufizim i mbështetjes për aleatët dhe përqendrim tek interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara do të kufizojnë mbështetjen për aleatët. Ky është mesazhi i prerë i strategjisë së re të mbrojtjes kombëtare të publikuar nga Pentagoni, që shënon një kthesë radikale në prioritetet e sigurisë amerikane. Washingtoni tashmë e konsideron mbrojtjen në dheut dhe hemisferën perëndimore si shqetësim parsor. Raporti kërkon ndarje më të madhe të kostove nga aleatët. Sipas Pentagonit, partnerët kanë përfituar gjatë nga subvencionet amerikane. Tashmë aleatët duhet të marrin udhëheqjen kundër kërcënimeve rajonale. Kina nuk është më prioriteti numër 1. Marrëdhëniet me Pekinin do të ndiqen përmes forcës, jo konfrontimit. Rusia përshkruhet si një rrezik i menaxhueshëm për anëtarët lindor të NATO-s. Washingtoni do të fokusohet në aksesin ushtarak në pika kyçe. Kanali i Panamait dhe Groenlanda mbeten territore me interes jetik. Dokumenti zëvendëson idealizmin utopik me realizmin e ashpër. Interesat e amerikanëve nuk do të ngatrohen më me ato të pjesës tjetër të botës. Ndryshimet e politikave që po sinjalizon Washingtoni kanë shqetësuar liderët europian. Presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi në Davos se duhen bërë përgatitje për një botë pa rregulla. Ndërsa Mark Carney, kryeministri i Kanadas, kërkoi që fuqitë e mesme të bashkohen për të mos mbetur jashtë vendimarrjes. Infrastruktura, energjia e rinovueshme, turizmi dhe teknologjia shihen si sektorët me potencial të madh për thithjen e investimeve në vendin tonë për gjatë vitit 2026. Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se informaliteti dhe konkurenca e pabarabartë mbeten sfida që kërkojnë zgjidhje. Shqipëria synon të bëhet një destinacion më atraktiv për investitorët në vitin 2026. Institucionet vlerësojnë se ekonomia pritet të ruajë rritje të qëndrueshme, ndërsa infrastruktura, energjia e rinovueshme, turizmi dhe teknologjia shihen si sektor me potencial të madh për thithjen e investimeve. Sektor primar ende ngelet energjia diellore dhe ajo e erës. Turizmi
edhe akomodimi ngelen në tërësi si sektor të cilët duhen të heqin akoma më tej, por natyrisht që këto kërkojnë një vëmendje dhe vigjilencë të madhe. Sektorët të tjerë kanë të bëjnë me bujqësinë, agropërpunimin, ka interes në kuadër të asaj çfarë mund të përfshihet në zinxhirin e furnizimit. Megjithatë, sipas anketës më të fundit mbi klimën e investimeve, bizneset e konsiderojnë informalitetin, konkurrencën jo të barabartë dhe kompleksitetin e administratës si pengesa kryesore për zhvillim. Perceptimi nuk ka ndryshuar shumë gjatë viteve, duke treguar nevojën për reforma të mëtejshme. Prodhimet që janë ekzistuese, të cilat kanë eksport dhe lidhen me burimet natyrore, janë të tilla që vazhdojnë dhe i maturojnë tregjet. Me ligjin e investimeve strategjike të zgjatur deri në fund të 2026 dhe me prioritetet e qeverisë në sektor kyç, rruga drejt një ambienti më të qëndrueshëm ekonomik duket e hapur, me gjithë sfidat që presin për t'u adresuar. Instituti i Gjeoshkencës parashikon për këtë fundjavë vreshje me intensitet të lartë dhe me shtrëngata, ndërkohë në Vlorë për shkak të erës së fortë është pezulluar lundrimi i anijeve deri në datën 26 janar. Moti i keq rikthehet sërish në vend. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, në 24 orët e fundit, i gjithë territori do të përfshihet nga rreshtet e shiut, më intensive në qarkun e Shkodrës dhe me intensitet mesatare por të shoqëruara me shtrëngata në Kukës dhe Vlorë. Ndërkohë në veri, në lartësitë mbi 900 metrë mbi nivelin e detit, rreshti do të jenë në formë dëbore. Sipas i Gjeo, shtrëngata dhe intensiteti i lartë i rreshjeve mund të krijojë probleme të ndryshme si rënje gurësh e inertesh dhe vërshime të ujit në zonat urbane të lokalizuara në varësi të sistemit të kanalizimeve në qarkun e Shkodrës. Problematike do të jetë parametri erës, pasi parashikohet që prej pasdites së të shtunës dhe të dielën, era të fryjë mesatare deri e fortë, kryesisht në Bregdedh dhe në vendet malore. Megjithatë, sipas sinoptikanëve, temperatura do të rriten me rreth 5 gradë Celsius dhe ditën e diel do të jenë në të gjithë vendin në vlera pozitive. Nisur nga parashikime për përkesimin e motit, autoriteti portual në Vlorë ka njoftuar këtë të shtunë, pezullimin e lundrimit deri në datën 26 janar për anijet e vogla të peshkimit. Ndërsa trageti i linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë ka anuluar mbërritjen e parashikuar për ditën e diel. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po goditen nga një stuhi e fuqishme, dëbore dhe acari që pritet i çojë temperatura deri në -30 gradë Celsius. Mbi 8.000 fluturime janë anuluar, ndërsa qytetarët janë dyndur në supermarkete për të furnizuar me ushqime. Një pjesë e madhe e Shteteve të Bashkuara po përballet me atë që meteorologët e konsiderojnë stuhinë më të egër të dëborës dhe acarit në 40 vitet e fundit. Mbi 2/3 e popullsisë amerikane janë në alarm, ndërsa masa polare që pritet sjell temperatura deri -30 gradë Celsius shtrihet në mbi 3000 kilometra nga Teksasi deri në New England. Siç dëshmojnë edhe këto pamje nga Georgia, Virginia dhe Teksasi, paniku ka mbërthyer konsumatorët. Raftet e marketeve janë boshatisur plotësisht nga produktet bazë si buka, vezët dhe uji. Kjo situatë krijoi edhe radhë të gjata në markete. Në disa zona, zyrtarët e emergjencave kanë bërë thirrje banorëve të ngujohen në shtëpi për të paktën 4 deri 5 ditë. Vetëm për këtë fundjavë janë anulluar mbi 8000 fluturime, duke shënuar rekordin më të zi të vitit. Frika më e madhe mbetet rrjedhja elektrik. Mbi 16 shtete, përfshirë kryeqytetin Washington, kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, ndërsa mira ekipet e emergjencës nga Florida dhe Minnesota janë nisur drejt zonave të rrezikuara për të riparuar linjat që pritet të këputen nga pesha e akullit. Gjykata e posaçme e apelit ka lënë në burg Recep Rajën dhe 7 persona të tjerë të arrestuar përgjatë muajit dhjetor. Ata akuzohen për trafik ndërkombëtar droge nga Amerika Latine drejt Europës. Djali ish deputetit socialist Recep Raja dhe 7 të tjerë të arrestuar në dhjetor me kërkesë të SPAK për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike do të vijojnë të qëndrojnë në qeli. Gjykata e posaçme e apelit rrëzoi një kërkesë të tyre për ndryshim të masave të sigurisë, duke lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë. SPAK i akuzon ata se duke bashkëpunuar me njëri tjetrin si grup kriminal janë përfshirë në trafikun e kokainës nga Amerika Latine dhe të kanabisit nga Shqipëria në Turqi dhe Europë. Hetimet ndaj tyre u bazuan në zbardhjen e komunikimeve në aplikacionin e koduar Sky ECC, ku u gjetën biseda për raste të trafikut të kapura në vitet 2020-2021 nga autoritetet. Të hetuarit komunikonin për skemën e trafikut, sasitë e lëndëve narkotike që kishin vendosur për trafik dhe shqetësoheshin kur ngarkesat e tyre kapeshin nga autoritetet. Të arrestuarit mohuan akuzat e SPAK.
Tre punonjës të stacionit të policisë në Orikum u morën në netim dhe ndaj tyre u caktua masa e sigurisë arrest në shtëpi si të dyshuar për përfshirje në korrupsion. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore përmes një njoftimi zyrtar tha se shefi i stacionit, inspektori i krimeve dhe specialisti i policimit në zonë kanë kërkuar dhe marrë nga një qytetar 270.000 lek në këmbim të shmangjes nga përgjegjësia penale. Ngjarja u regjistrua në shtator të 2025-s. Nga 10 deri në 20.000 lek të reja merrte efektivi i policisë për të futur drogë në burgun e Elbasanit. Për të kamufluar këtë aktivitet ai hiqej edhe si shitës ambulant ku merrte edhe porosit. Prokuroria ka zbardhur mekanizmin e përdorur nga tre të arrestuarit punonjësi i policisë Ndritçim Kroi dhe dy bashkëpunëtorët e tij, Gerald Stamolla dhe Esmeralda Komici, për të futur lënë narkotike në burgun e Elbasanit. Organi i akuzës ose nga hetimet rezultoi se punonjësi i policisë së Burgjeve, për të kamufluar aktivitetin e tij të kundralishëm, gjatë orëve që nuk ishte në punë, shiste telefona të përdorur. Pikërisht në vendin ku shiste, ai merrte porosi nga të afërmit e të paraburgosurve dhe u açonte ato në burg. Gjatë hetimeve për këtë veprimtari, prokuroria zbuloi se efektivi i policisë furnizonte të paraburgosurit edhe me lënë narkotike kundrejt pagesës. Prokuroria thotë se Kroi këtë veprimtari e kryente gjatë malës së shërbimit turni 3 dhe ditën e shtunë dhe të diel, kur në institucion nuk ishte personel të administratës. Nga hetimi rezultoi se në kryerjen e këtij aktiviteti, ai bashkëpunonte me shtetasen Esmeralda Komici, e cila e paguante për të futur lënë narkotike në burg, kundrejt shumave që varionin nga 100 në 200.000 lekë të vjetra. Drogën që merrte nga Komici, efektivi i policisë ja jepte të dashurit të saj Gerald Stamolla, i cili e shiste më pas në burg. Mbi këta tre persona rëndojnë akuzat prodhim dhe shitja e narkotikëve dhe futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burg. 142 të burgosur që qëndronin në burgun e fushkryes u transferuan mbrëmjen e të premtes në Durrës dhe Peqin. 57 prej tyre u akomoduan në institucionin e vuajtjes së dënimit në qytetin bregdetar dhe 85 në atë të sigurisë së lartë në Peqin. Lëvizjet erdhën pasi institucioni i vuajtjes së dënimit në Fushkruj do të rikonstruktohet. Transferimet u kryen me ndihmën e drejtorive vendore të policisë së shtetit. Sëmundjet ishemike apo sulmet në zemër po vrasin gjithmonë më shumë njerëz edhe në vendin tonë. Qarqet me incidencën më të lartë të këtyre sëmundjeve e mban Lezhë dhe Berati, ndërsa burrat janë dy fish më të prekur se sa gratë. Sëmundjet ishemike të zemrës janë mjaft të shprehura në popullatën shqiptare, të ndihmuar edhe nga faktorët e riskut. Ato janë më të evidentuara te grup mosha mbi 65 vjeç. Sëmundja ishemike e zemrës përfshin infarktin akut miokardit dhe gjithë sindromet koronar akut. Në gjuhën e popullit është termi infarkt para infarkt, siç është në çdo vend të botës. Sëmundje kardiovaskulare mbajnë praktikisht numrin e parë. Pasaj përket sëmundshmërisë, pasaj përket edhe vdekshmërisë. Gjithashtu dhe Shqipëria është në të njëjtin trend, shtohet sigurisht me moshën. Qarku i Beratit dhe Lezhës, sipas raportit të Institutit të Shëndetit Publik, kanë dhe incidencën më të lartë të këtyre rasteve në popullatën shqiptare. Me një sër faktor të riskut që janë obeziteti që gjithë në rritje në Shqipëri, përdorimi i duhanit, jemi vendi i dytë në Ballkan, përdorimin e duhanit pas Serbisë, sëmundje tjera si hipertensioni, të gjithë e dimë, diabeti, sëmundja renale, dëmtimet e veshka me radhë shtojnë përqindjen e kësaj sëmundje në popullat. Ajo që bie në sy është fakti se tek burrat kjo sëmundje është pothuajse dyfishme e shfaqur se tek gratë. Në moment që këto shenja janë të adresohen pranë një specialist, pranë një mjeku të familjes që adreson direkt te specialisti. Lënia e faktorëve të riskut, ato që janë të modifikueshëm, siç është duhani 1, obeziteti 2, aktivitet fizik. Sulmet në zemër zakonisht janë ngjarje akute të shkaktuara kryesisht nga një bllokim që pengon rrjedhjen e gjakut në zemër. Arsyeja më e zakonshme për këtë është grumbullimi i depozitave yndyrore në muret e brendshme të enëve të gjakut. Studentet vajza kanë rezultate më të mira se sa djemt. Një raport i Qendrës së Shërbimeve Arsimore evidenton se ato kanë mesatare më të lartë, ndërsa ekselentët përbëjnë rreth 8.7% të numrit total të studentëve të regjistruar. Në universitetet e vendit, ekselentët përbëjnë vetëm 8.6% të studentëve të regjistruar. Sa i përket krahastimit gjinor, rezulton se vajzat kanë mestatare më të lartë se djemt, ndërsa studentët që vinë nga fshati kanë performancë më të ulët se studentët e qytetit.
Sipas një raporti të Qendrës së Shërbimeve Arsimore, ku janë analizuar të dhënat për vitin akademik 2024-2025, sistemi i arsimit të lartë në vend numëron gjithsej 593 programe studimi. Universiteti i Tiranës ka numrin më të lartë të studentëve të regjistruar për shkak se ofron më shumë programe. Sa i përket plotësimit të kuotave, në krye qëndrojnë Akademia e Sigurisë dhe Forcave të Armatosura, ndjekur nga Universiteti i Mjekësisë dhe ai Sporteve. Programet më të kërkuara në rang vendi, ku nuk mbetet asnjë kuotë e lirë, janë mjekësia e përgjithshme në Universitetin e Mjekësisë, financa, infermieria e përgjithshme, informatika ekonomike dhe informatika nga Universiteti i Tiranës. Lidhur me cilësinë e studentëve, të dhënat tregojnë se ekselentët i merr mjekësia e përgjithshme. Më konkretisht, gjatë vitit 2024-2025, në këtë program janë regjistruar 399 studentë me mesatare nga 9.5 deri në 10 absolute. Më pas renditen inxhinieria informatike në Universitetin Politeknik të Tiranës dhe stomatologjia. Ndërkohë, pavarësisht nismave mbështetëse, interesi për mësuesin vijon të bjerë, pasi nga 21.527 student, vetëm 1.408 prej tyre janë regjistruar në programet e mësuesisë. Akoma më pak interes ka për gjuhët e huaja. Kështu për vitin 2024-2025, nga rreth 21.000 studentë në të gjithë vendin, vetëm 484 janë regjistruar në këto programe. Studentët më cilësor të mësuesisë janë regjistruar në programin e informatikës, ndërsa ata me mesatarin më të ulët rezultojnë tek gjeografia. Më 26 janar, kamionët do të bllokojnë pikat e kalimit kufitar në Serbi, Malë të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë në shenjë proteste për vështirësitë që ka krijuar sistemi i ri i hyrje e daljes në Bashkimin Evropian. Protesta do të prek edhe pikat e kalimit kufitar me vendin tonë. Shoferët e kamionëve nga Serbia, Mali Zi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovina kanë paralajmëruar bllokim të pikave kufitare mesditën e së hënës së 26 janarit. Ata kanë njoftuar se do të parkojnë kamionët në të gjitha pikat kufitare në këto vende dhe do ta bllokojnë plotësisht trafikun e mallrave drejt Bashkimit Evropian dhe tranzitin nëpër rajon. Sipas tyre, ky veprim është reagim ndaj vështirësive të krijuara nga zbatimi i sistemit të ri të hyrje-daljes, pasi ka sjellë vonesa të gjata dhe procedura më të ndërlikuara në pikat kufitare. Shoqatat e transportuesve kanë sqaruar gjithashtu se protesta nuk do të ndikojë në pikat e kalimit për pasager, por do të zhvillohet vetëm në terminalet e mallrave. Megjithatë, kjo bllokat pritet të prek edhe pikat e kalimit kufitar të Shqipërisë me Malin e Zi dhe me Maqedoninë e Veriut, çka mund të shkaktojë pengesa në qarkullimin e mallrave. Në lidhje me këtë ka reaguar edhe ambasada e SBA-s në Shqipëri, e cila ndër të tjera këshillon qytetarët amerikan të shmangin këto protesta, të monitorojnë media dhe të planifikojnë kohë shtesë të konsiderueshme për të mbërritur në destinacionin e synuar. Ndërkohë, shoferët e kamionëve të vendeve të rajonit kanë paralajmëruar se nëse nuk do të ketë reagim institucional dhe zgjidhje konkrete, bllokimi mund të zgjasë dhe të përshkallëzohet më tej. Familjar, miqe, kolegë kanë kujtuar në një mbrëmje omazh jetën dhe veprën e regjisorit të ndjerë Dimitër Anagnosti. Ata vlerësuan rolin e tij në historinë e artit filmik shqiptar. Në 90 vjetorin e tij të lindjes, familja, miq dhe kolegët kanë kujtuar figurën dhe veprën në kinematografinë shqiptare të regjisorit të ndjerë Dimitër Anagnosti, i cili u nda nga jeta shtatorin e shkuar. Mbrëmja e sejntes në Universitetin e Arteve ju kushtua kontributi të vyer, të madh dhe të pasur që ai ka lënë pas. Për skenën kulturore, ky 90 vjetor pa të është një mungesë e madhe, por më e madhe është ajo për bashkëudhëtarin e jetës së tij në të gjitha dimensionet, Roza Anagnostin. Krijimtaria e Dimitër Anagnostit ka qenë një rrugtim i dhimbshëm, por i bukur. Ishte një familjar i përkushtuar, modest, por ishte modest. E bia, Era Anagnosti, foli për rolin e tij atëror, por jo vetëm. Dhe kjo është një tjetër testament që njerëzit vazhdojnë që ta ndjejnë jo vetëm filmat e tij, por edhe poezitë e tij, fjalën e tij të shkruar. Ndërsa kolegët treguan edhe një herë se sa vizionar ishte ai si regjisor dhe se sa i rëndësishëm është kontributi i tij në kineman shqiptare. Dimitër Anagnosti vërtet ka qenë një profesor për të gjithë, ata që kanë punuar dhe ata që kanë ndjekur nga afër. Doja të risilja momente që na ka formuzuar të gjithë edhe janë bërë pjesë e kujtesës kolektive të gjithë popullit shqiptar. Jo vetëm si një natë nderimi dhe përkujtimi, ky takim ishte edhe një detyrim ndaj atyre që krijuan artin dhe për të cilën duhet të flitet në vazhdim edhe për brezat.
Dhe me këtë lajm kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru takofshim.